Hamdi takon Allahu Gjeleshanuhu, salavatët tona qofshin mbi vullën e pejgamberis Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij të ndershme. Xhamati nderuar, popujt zakonisht kur kanë bë tranzicione, kur kanë kalu prej një besimi në besimin tjetër, kanë ndodhur që brenda ati besimit më parshëm që kanë pas tradita, i kanë marë traditat edhe në fen e re. Ne, si pas historisë, dihet që perandori Osmane ka ardhur në Shkup prej në vitin 1391 dhe prej kësaj kohe, prej këtij viti, ka fillu duke u përhap islamin trojet tona. Jo prej këtij viti më njëherë gjithë janë bëu musliman, po kanë kalu vite. Dhe pas 1600-ës, masivisht shqiptarët kanë kalu në islam. Me shumicë dhe kanë fillu të dominoje mas shumë të numri muslimanve se sa i krishterve. Dhe kjo pas 1600-ës. Dhe jo rasisht edhe xhamit e para, të cilët datojnë në këto fshatna tona, janë pas këtij vitit. Që nën kuptojmë se populata jonë ka qenë një herë e krishter dhe e kanë lanë atë fe, kanë bërë tranzicion, janë konvertu dhe e kanë lanë fe në krishtere dhe kanë kalu në islam dhe elhamdulillah këto 400-500 vjetët e fundit, ne si popull jemi musliman. Po xhamat zakonisht kanë ndodhur që njerëzit kur kanë bërë konvertime, janë kthy në fen e re, prej fez vjetër kanë marë disa adete. Një prej atyne adeteve të cilën e kanë marë ka qenë edhe Shingjergji. Shingjergji, që është festu me të madhe në trojet tona, është një datë e cila ka bo ndarjen e dimnit me verën. Dhe historiku i kësaj është histori pagane. Do thot, Shingjergji ka qenë datë pagane të njerëzve që s'kan besu në Zot. Po krishtert e kanë marë këtë datë dhe e kanë vëndu aty një figur krishtere, një shenjtor që e kanë quajtur Gjergji. Dhe figurën e këtij personalitetit krishter që ta zaventojnë datën e verës, hyrjes në verë, se kjo është pra data e kur hyn verë sipas kalendarit pagan, me 23 prill, pra tash me 23-in, do thot është festu Shingjergji. Po Shingjergjin, krishtert e kanë marrë pi paganve. Vetëm se ja kanë ndru emnin dhe e kanë vëndu emnin e një personaliteti krishter, Shën Gjergji. Ky Shën Gjergji është i lindet në vitin 280. Babajin e ka pas prej Turkije, ndërsa nanën prej Palestine. Dhe Shën Gjergji ka qenë pagan në fillim, ushtar prej ushtarve dallum të perandorisë romake. Po ky konvertohet në krishter, e lën besimin pagan të romakëve dhe bëhet krishter. Dhe për arsyen pse bëhet krishter, një prej udhëhecëve romak, perandorëve romak, Diokliseni, ai e ekzekuton dhe e mbytën. Dhe datën kur e ka mbyt ka qenë 23 prilli. Dhe në këtë datë e vëndojnë si data që është pra ndarja në mes verës dhe dimnit. Dhe kjo datë është festu nga krishtert. Shingjergji është festu xhamat nga krishtert, se ky personalitet ka qenë krishter. Dhe feja krishtere për hir të sakrificës që e ka boki për krishterizëm, ja kanë vonë këtë datë, do thot si datë për kujtimi për këtë shejtor. Sepse edhe populata jonë njëherë kanë qenë krishter. Po pastaj janë konvertu në musliman, të trojet tona janë bo musliman, ama këtë festën e kanë marrë me veti, këtë Shingjergjin e kanë marrë me veti. Edhe pse janë bo musliman, kur ka ardhur ditë e Shingjergjit, kanë marrë pena, kanë vëndu lulen të, kanë zi kungull, e në janë ra me plep, me degat e plepit. Disa prej tonve, sidomos domat vjetër, nuk thojnë elhamdulillah që këtë fejt krishterve e kemi hek, disa bile e vajtojnë. Abe hoxho se di çfarë lezeti kishte atëherë.
Abe kishte qebe, u knaqshim be. Po xhamat, nuk do thotë pse je knaq është e halal. E në zinaja ndoshta te knaqësia, ama nuk ka halal. Është haram. Tash nuk do thotë valla ina knaq është se di çeje erdhën këto trit na I hupën këto adete. Jo be, po s'ka kon adeti joni ajo. Ajo ka kon adeti huj për ne muslimanët. Ne muslimanët s'kemi çka lipi me shinxherxhin. Ne me shinxherxhin s'kemi kur gjo. Po mirëshim plepe, rrifshim janë I tjetrin për adet, se rritësh si qep. Kush di që se hajvan t'i parin a gjenë verë, do thote kur ka dalë dite e verës shinxherxhi, kush di që se I pari e ka marë bereqetin. Po be, qerët hajvanat pas kanë vdek, vetëm lopa jote dhe haje, në vetëm ajo bereqetin e pas ka hangër. Këse bindje pagane xhamat. Po elhamdulillah, populata jon ka dal I ka largu këto. I ka largu këto besime. E ka hala disa që I vajtojnë, po edhe ata me kalimin e kohës di marin me veti. E xhamat duhet do thot ne si musliman ta pastrojmë besimin ton, ta pastrojmë kulturën ton. Nuk na duhet mbrenda kulturës islame festa pagane, s'na duhet. Nuk na duhet mbrenda kulturës islame festat krishterve. Ne I kemi marrë të shinxherxhi, shumitri, I kemi marrë. Pse I kemi marrë? Se kemi jetu me krishtert. Thash edhe populata jon para 4-500 vjetëve ka pas krishter. Edhe ata I kanë pas ato festa dhe gjatë tranzicionit I kanë bart me veti. Po xhamat tash ne mo nuk duhet I përmendim ato. S'na duhet ditë e verës, ditë e dimnit. S'na duhet. I kemi datët dë bëhet verë kur dë bëhet dimën kur dë bëhet, ama madhnimi I këtyne ditave nuk është pjesë e traditës islame, se ne si musliman e kemi festat e bajrameve që janë fest për të gëzu muslimanët. Në ato kohra janë gëzu kur ka dalë ditë e verës, ama ne nuk e kemi për kulturë që si musliman të gëzohemi gjatë ditëve të verës, po të gëzohemi në ditët e bajramit, e jo në festet paganet gëzushëm, anë festet e bajrameve të rind mërzitet, të rind si me kanë piklum, si me kanë lodh, jo xhamatin, ndërshëm gëzimin ton duhet ta shprehim dhe ta manifestojmë festet tona si musliman. E t'i lam gjitha ato kultura të cilat kanë qenë pjesë e traditave tona, po ato tradita që zbojnë duhet t'i hekëm. Ato që ka binë kundërshtim me fen ton, duhet t'i largojmë që ta kemi fen e pastër nga çdo indoktrinim, nga kulturat, fet dhe religionet e tjera. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.